Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca e fundit njëherit vendimtare për rastin më të rëndë që kishte tronditur vendin qysh para 2 viteve e pak muaj. Seanca vendimtare është mbajtur pa praninë e të akuzuarve, të cilët nuk morën pjesë në shpalljen e aktgjykimit. E sigurisht që në sallën e gjyqit ishin të pranishëm familjar dhe të afërm të sëndjerës Iridona Demaj. E po ashtu, në sallë ishin edhe hetuesit e rastit. Naim Murseli është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e sëndjerës Iridona Demaj. Në këtë rast janë të përfshirë edhe Granit Plava, i cili edhe ai u dënua me burgim të përjetshëm dhe kushtrim kokalla me 30 vite burgim. Gjykata, në bazë të dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe neneve 7, 8, 360 dhe 364 të Kodit Procedurës Penale, të akuzuarit i gjykon. Të akuzuarit Naim Murseli dhe Granit Plava ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit kushtrim kokalla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjati prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Vëllau i sëndjerës Iridona Demaj është shprehur se megjithse dhimbja mbetet e madhe, vendimi i gjykatës të paktën u lehtëson sadopak këtë dhimbje familjes. Sot është ajo që kemi thënë që nga fillimi, se Naimi së bashku me kushtrimin, duke zgjedhur Granitin si vrasës, e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Iridonën, shkon dhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. Sadopak na ka lehtësuar dhimbjen edhe neve dhe familjes, po besoj që ishte vendim të cilin e kemi pritur gjithë populli shqiptar, jo vetëm ne familja. Sa i përket kushtrim kokallës, po besoj që gjykata e ka parë ashtu. Ky proces gjyqësor ka zgjatur disa muaj dhe është karakterizuar me dëshmi të shumta dhe prova materiale që sipas gjykatës kanë ndërtuar bazën e vendimit përfundimtar. Ashtu siç tha dhe Leonardi, sot drejtësia foli, sot u nxorr një vendim konform prova materiale që administruan shqyrtim gjyqësor, u shqiptuan 2 dënime me burgim të përjetshëm dhe një kuazi dënim me burgim të përjetshëm, edhe pse si i tillë nuk parashihet me kod, pasi që ishte vetëm në kozgjati prej 30 vitesh, por që duke pas drejtën që ta apelojmë edhe në gjykatën e apelit konform lartësisë dënimit, konsiderojmë që do të bëjmë edhe ankesë, sido që të jetë, ka qenë një proces i ngarkuar, kuptojmë edhe gjykatën për këtë vendim, duhet jemi të matur dhe të respektojmë vendimet e gjykatës, t'i pranojmë si të tilla dhe të ushtrojmë mjetet juridike që kemi në dispozicion.